që jem Hiq mos tanin Mere zemrën tem E imja jeti Ani no që jem Hiq mos tanin Mere zemrën tem E imja jeti Ani do që jem Hiq mos tanin Mere zemrën tem E imja jeti Ani do që jem Hiq mos tanin Mere zemrën tem E imja jeti U dhe ti jemi takuar Në kohë, në vend të gabuar Sa unë duam të dy Edhe mare ti kishim shty Nuk të vëfaj, as ty, as vetëm Jam thjesht, gracka të jetës Nuk I bëm pal njeri Nuk I bëm pal asë nasi Pa far Ishim në jetë ju dhe tar Nuk e gjetë të myllin polar Nuk e gjetë të mkepin e shpresës Pa far Vetëm ty dhe tar Pa albumin ton familjar Pa fotografin e martesës Unë dhe ti jemi takuar Në kohë, në vend të gabuar Sa unë duam të dy Edhe mare ti kishim shty Nuk të vëfaj, as ty, as vetëm Jam thjesht, gracka të jetës Nuk I bëm pal njeri Nuk I bëm pal asë nasi Pa far Ishim në jetë ju dhe tar Nuk e gjetë të myllin polar Nuk e gjetë të mkepin e shpresës Pa far Vetëm ty u dhe tar Pa albumin ton familjar Pa fotografin e martesës Pa far Ishim në jetë ju dhe ta Nuk e gjetë të myllin polar Nuk e gjetë të mkepin e shpresës Pa far Vetëm ty u dhe tar Pa albumin ton familjar Pa fotografin e martesës Knatësie veçantë që sot me ne tani në pjesën e dytë kam Donikën. Mirë se na erdhe. Gjanet, mirë se erdhe. A i hekët syza tash? I heka, veç më Nash të s'prish punë që i kena lo syzashët. Jo, s'prish punë, hez kur gjo. Ka 5 euro. Ka vetë. Që sheni a u lëdhët? Mirë shumë, jo. Pju vese a u lëdhët se du me thonë e qelë Instagramin është e hanë Gjanerit, që është e Donika, e martë, e mërkurejt, e premte, është në dil. Apo fleni mas pari? Unë për veti, po Donik të së të di. Unë flej pak, ose shumë ekstremet.
Krejt sanët me ekstrem e kom. Jo, e mirë, me gjumin jemi mirë. Qysh jenë dashnia e ekstrem kështu? Gjithë, krejt sanët po. Single për më mirë, ashtë qare pytja e parë. Donik, a je single? Ja, nisë mu kompliku pak situata, jo, e mirë është shumë. Do më thonë? Po do pak përgjigje diplomatike. Okej. Do më thonë pak si lidhje, ose jo, aty kjo është me e keqja që jeme dikëm për se dina jene alon lidhja. Jo, në di sigur. Donik pytja e radhës, putja e fumë. Ma, e që të ma. Tu e dhja është single ajo, Donika mas. E, grane, letësoj pak O krejt fajt i kanë qëta koktela, se s'pi për këto pytje. Te për pytje, komplimente. S'pa na këtem përgjigje, do më për pytjen e fundit, ma vonë. Kutje. Gjanet putja e fundit për ty, para se marrë në mision. Para se marrë në mision. Okej. Për unë thashtë jeni shumë të angazhu, me mramjet shumë të gjitha ndej më shumë në Prishtinë, po edhe në mbarë Kosovën realisht. Mja u bëhat pytjen kështu gjatë mramjeve, cila është ajo kanga që e kënëni më shumë qef? Se di, unë këtë kongë t'i knoj, t'u ja bo tash, adin që do t'njejta t'i knoj, po s'ka. Jo, tash në varët edhe pi venit ku je, adin, dyqysh kur dalë në skenë, nuk nisna ma ato, sot ku me knu qëto, ose foli me muzikondin që e ka me veti, ose me qëta që bashkëpënoj, këna me bo qëto. Po dyqysh shkoj si tu po tu bo, në qysh është njaja, edhe i knoj edhe kongët. Okej. Ka t'i qka që lypin shambull pi venev në dalam, po, edhe du t'mi t'i do që të kongë që i lypin normal. Dënik, cila është ajo kanga, apo edhe ti njejtë me menimin e... Njejtë, se mire tha Gjaneri, në fillemun, kur kom fillu me këndushto, kur kom dojt prej klasikës, dhe më thonë me kitara në plak cene, e kom pas pultin për para, si krejt na besoj, edhe kështu një repertuara, den me që ato këngës, si ja hoqësha. Ka njerë kur ja hoqësha, ma bëjke, na i kitarist ma bëjke, pse Donik po del prej këngës straight në 5, në përshem. Po ja bësha e 4, nuk bën këto, adin, ja pa ta fillu me mësu. Edhe menoj që përvoja na e mësën që ato, edhe unë mendoj që kur mri me po na të ftyrat e njerëzve, qka po dojnë ata, mendoj që ajo është përvoja ma e mirë që e kemi fitu. Do më thonë jemi bo profesionist. Na nuk jemi asnjëherë në shta profesionist për vetën, në atë pikën maksimale, së gjithmonë jemi kritik, së do mos na që e kemi studiu e tjere. Po, kur mri me ja u po ftyrat njerëzve, qka po dojnë, mendoj që e kemi mri një farë niveli, një farë... E nuk mund është me u bazë kur e nje, po, e kupton kështu në bazë kështu. Po tash unë e kam një kritik për dëtë. Hajde. Zakonisht nuk e kam fort adet me bo kritika në emision, po me ju dëve po. Okej. Pse nuk keni shumë kongë t'jujat? Se s'kena po në po fulli tash për veti. Unë ja bona pytën dëve, se me dëve Okej, po. Sa mujna mu përgjit të dytë për me njerë. Të dytë për njerë, apo? Okej, shkojmë, 3. Unë e po fulli për veti, unë e kom pas ma shumë covera, ripropënime. Edhe pse që tash e kom një kongë, po menoj një... Super kongë këtë. Jo, një super kongë, s'ka që të tonë, po një super tare, jom të e përru, di shka pi meje, se jom mësu njerës të nguri përpunime dhe covera prej Gjanerit. Edhe jom të e bo një kongë temën, se s'ka që të tonë super kongë. Super kongë këtë të tonë, për dilë për më dëstis. E të ligje, super. Ani një super kongë, jom të e bo. Bravo! Bravo! Se një vëton vetën. You called shpia. Do më thonë kongën e rejë, se apet një super kongë. Dhe po s'mujt apa e bolë një përponim tjerë. Se me 2 projekte ku me do. Me 2 projekte. Mo qëtash qërshorë. Ishë ma lartë se qëtash. Oke, ne jemi në fund të qërshorit, po besoj që dim qëka që qëtash. Oke, perfekt. Dënik ti, të njëjtin arsyet tim? Jo, unë në fakt nuk kam as video kështu shumë në Instagram. E di që është dupsi, nështë ta ke edhe ke ullun tu kështu me gjeti qka. Nuk është që hinë që poston vetëm? Jo. Nuk e di a është mira keq, sigurisht është keq, po. Po, qka para pëlqej dhe pëlqej gjithmonë me arë njerëzit live më ngu edhe ma ndej mësë më mdollë shumë e kse, a kina i video që më njerëzot me të pa, e kuptoj, letë vinë, gjithë natë po jemi të kënu, kështu që hajde. Ka mos e me këfalut me u prap të sinti se nuk pëtlo me pi gramas, po vjen kec gramas. Amadi. Amadi. Që shi bjen dëja?
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlar. Boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi. Yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın. Aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Danik, ka shku mendja në herë për shembull në fillimet e tua ose në fushën e studimeve të muzikës që ke meknua dhe popullore? Kur njës. Po ta thomë kështu me sigurinë më atë madhe. Po ta Se bëj kisha menduar. pyetje Po. pse pra hynën popullore? Hyna se s'kisha pare me hangër buk, me klasike. Kështu po ta thëmë popullor që, jo, po e thëmë kështu përgjigje shpejt. Po muzika klasike veç se dihet në Kosovë që është funksionan, edhe mandej kur s'pata dhe mundësi për shambull me u punësu për faktor të ndryshëm, konsiderova që diçka do na mja po hajrin muzikës. Edhe mandej fillova pak me kitar, pak me... Në fillimisht kom fillu me kitar, me naj piano, ashtu adena në plak style, me vende që nuk ka, nuk kërkohet atmosferë. Mandej kështu. Tu shkput prej klasikës, tu kalu kështu. Tash e bëj klasikën, e këndoj, projekte kështu me korin si parantëm kryesisht, jashtë Kosovës. Rallë në Kosovë, se në Kosovë nuk po janë kështu kushtet qaq, edhe nuk po më konvenon. Kështu që jashtë Kosovës, pak po shëtes, pak po këndoj, përvoj ndryshe, po e bëj për vetën. Në Kosovë, edhe në ambientin ku po jetojmë, po e bëjmë që zhandre tash. Më pëlqej përgjigja që ishe shumë e sinqerë që theu desht me knu për me hongër buk. Sepse shumë herë kalojmë këto vështërësit e jetës që ndoshta përballemi edhe me detyrimisht dosh me ndru diçka edhe me met prapë që aty ku e dhe. E vërtet. Dhe kjo, po besoj që nuk është vetëm ti në këtë rast, po shumë artistë të ndryshëm kalojnë në këto gjana, po e mira është që cilën dëtë që e bën me bo mirë. E di që e bëj me shpirt, falemderit, e di që e bëj sigurt me shpirt, cilën do që e bëj, tash perfekt, normal që si kemi ato. Unë për vetë, nuk me ndigju asë një video të emën, nuk e di asë edhe a kom telefon. Besoj që krejt e kanë edhe Gjaneri në shtadin, me ndigju vetën, kështu a i probje po smunde, që edhe Gramoze në shtatu, ose te, në emision tonë, se di, në shtatu duhet me e po, me detajet, po me sigurime shumë stres. Kështu që... është një farë siklet. Po, është një farë siklet. Krejt, adin që do që... Nëse Gjaneri ka, po jartë kes me kalëzu. Apo, okej. Ali, okej, shumine se ka dhe analizon edhe i bën. Unë kam video, se më doli na jerë kështu video për shumë para 3-4 vjetë, dhe mande i vrej dalimet. Se vokali normal që pjekët njëtë si organizme, sidomos në klasike kjo vret, jo kështu popullore, shumë po dhe në popullore. Për shumë trillerat, zbukurimet që thue muzik trillerat, kështu ajo trillerat e zonit, kështu, vizjet, po qaj, ato për shumë vinë me kohën, edhe nëse ti ndëgjon ma shumë muzik popullore ose zhandre kështu që përdoren ma shumë trillerat, ti ki me pas ma let me këndu. Fillimet e mija, për shembull, unë kom t'inglu si klasike në shtadin, tash t'ingloj ma ndryshe, një zote din që ako më po mas të tjetë. Pas ta me të provu që ta është edhe pak me diçka që ma kujtove. Okej. Të është dit ashtë me njerë me kënu, që këna. O, po bre, apo bre veç me najt, apo me popullore klasike, edhe me kënu ullë. S'po të qese ma të bre grane, se po marrë më kënot. Gjaneri që ajo trenera fitnessit se na kish pyt kejtë. Për shëqera. Gjaneri në mbaj me në qysh fmi. Me një farë gitarë. Po, e mbaj me në atë aspektin gjithmonë qysh fmi me ato të këndu, po s'është që ke shprena interesim me thonë ku më bo këngtar kur të rritëm dhe të piqem. Tjetër qa ku më dash më bo kërë më fmi. Qka ke dash më bo Gjaneri? O, ty be pas në harru, qa ku më dash me bo. Pjekon mes aktorimit, futbolit, diska? Ja, futbolit, me futbol që marë, me basket ju marë. Basket, okej, bravo. Basket ju marë. Kryesore me top. Po, me top diska, po. Basket ju marë ma shumë, po. Edhe me aktorem, po. Qka ndodhi me këtë ndërimin tënë të kjo pjesë? Ndrej, shkolla ndrej, se unë më konë qatë kohë në shkollë fillore të muzikës,
kur më ki pa me gitarën dorë, se na jena një venit, s'dia e Dindonik. E kuptova në poldo sekundit. Urime. Se me atë Google. Shkolla më ndrej, se kur e kryta shkollën fillore të muzikës në gitarë, vazhdova shkollë të mesme, s'kesh ke tash me vazhdu shkollën mesme gitarë, s'mujta me vazhdu, e o dash më fut në sële këndim. Edhe shkollën mesme e kom pas sële këndimin, edhe aty e kom pas që pëmësha edhe me knu, po ashtu kështu pa ta vazhdu edhe si gitarist në qatë kohë, më kom po me kolekt e me shëshnijën tonë të njëtë, me buterita, me... Më nëgjesi, a i ke rapish, man? Jo, si kom rapish. Para se me vazhdu ma ato pytje tjera, a keni gjithë për kraj, a për këndojnë? A për këndojnë? Na një maqina se për këndojnë. Realisht Donika më ka thonë prej fillimi nuk për kam qef me këndu, po normal që qefet më ftoften zetë. Jo, unë sfiktoj asë njerë me këndu, po ta qef sot vësh... Me fol ma shumë, po në edhe po flasim me për këndojnë. Okej, pa problem, asë është gramos. Po, hajde gramos, ama veç këtë rëgëm cëllë notë që të bëjone. Qëfar kongë përdojnë me ta këndu kështu? Qëfar e dush? Jo, po mendoj... A i kaloja. Hajde të kaloja. Qëfar notë të të? Zakonisht e kënoj në A, po bëne në G. Qësh është G-ja? A? G. Po shumë. Ja, ku njësë në të krej. Ta shku të që gramës ta bëj një G ose një D e din. C në kish, do? Po, C e më po. Hoshin i kish, Samir, hoshin i kish. Hoshin i kish. Kaloje urqimi, të takova farën o prej dashnis të manqimi, të kërkova dhe njëherë, sa shumë vite kanë kaluar, jo s'kam të drejta s'ti kujton, por kjo zemër e lënduar, as njëherë s'të haron, jo s'të haron. Falët për qa folë kalan, si kur mua ti diku, dhe prej ditës që ndan, që si nuk gjeta ku. Shikoj detin valë-val, jeta ime s'ka qësi, zemrën time ta ka falë, se na dënove sot, ishim të ri. Se na dënove sot, ishim të ri. Faleminderit, maestro. Faleminderit ish për përkënojna dhe një tjetër rastit të mësonal. Po tu kënu me syza, po. Donika na. O ti që fike shpirtin ti, i ke dhe më lem piklim, krej qapata ty ti tash, rinin ti me ndo kalash, o si një reze në agim, ti gjithmon më sjell gëzim, ti më ishe më e mira, jo kur për ty s'mu fik të shira. Ti më ike kur s'besova, e u prore ty moj të kujtova, ta besova jetën time, sa el mu besem në time. Persona tu të kujtoj, belo të sill të mendoj, të kujtoj e kur s'të harron, që i ke dashuri, po lotojnë ta si dhe mi, lot piklim që i ke kujti. O persona tu të kujtoj, me lotësion të mendoj, të kujtoj e kur s'të harron, që i ke dashuri, po lotojnë ta si dhe mi, lot piklim që i ke kujti. Qeve njo, o mu marzani kur, mos ju knofsha, kur më zdashurosha, o mu bërpofshin, o të disit, të kanë
dash si qeli. O nalëm një dikur. Pa mirë maestro. Lale, qafe. Thank you. S'ma këna zemër me këto kongë, realisht. Ani, unë e kishë s'po ma te adër. S'po knaj. A di që është ja bona, Granet? Si do kolegë tonë që i thirim ashtu që duhet mi thirë një farë regulli pa shkrum, kështu? Edhe ma ndej zinë më nëlla, po. Po, dhe që po thiri me kënu një kongë, kënu në dy, për krejt kolegë vlen kjo, do më thonë kush do që këshyre emisionin, kur njetë më zgaboni me kënu ma shumë se njëtë. Jom i pajtimit. Apo, a i njerë pritoj, si unë që tash, njerë pritoj, ma ndej zinë më nëlla së unë. Hajde më në gëzuar. Hajde gëzuar, po gëzuar, se Po, dhe që, apo kande. Me që si jemi të muzika dhe të gëzuar, Po. Gjanere këmë dëgju një kongë me një mramje tonë dhe realisht, nuk është që dalë shumë, shpesh, po kur dalë i kam personat e caktum që shkojmë në Google, të shkojmë edhe për hatër. Kështu që me një nej, cilën kongë diçka me hanë, marte, mërkuru, me kitë ditë e javës që për këna i shetë. Të hanën të brita, dhe i sa zbardi drita, të martë nuk erdhe, zemrën se ma theme. Të hanën të brita, dhe i sa zbardi drita, të martë nuk erdhe, zemrën se ma theme. O zemrën pse ma theve. Bravo, Muzi! Bravo, Muzi. Okej, a ka tekstet këngëve që ushtin me kesh? Se për shumë të shkjo dhe më shtin me kesh që jo këngë, për dhe e du. Shumë është Nuk e di ku shë këngë kështu, është për të tekoni. Macchiato Bandit, a? Okej. Këngë Macchiato Bandit. Shumë këngë e mirë, e ka edhe bile pak si ma, se na e bënë pak ma kështu, ma popullore style, pak ma... Ma ashtu, edhe konga është vetë pak si house. Si house, shumë konga mirë. Donik, po kalojmë tek një temë ndoshta, po e them e ndishme në thojza, po kuptohet që jeta nga njerë na sjell edhe momentet të bukra, të vështira, gjithmonë edhe gjithmonë janë ato të këqijat ose të vështirat që na mbesin ndoshta më gjatë në kujtesë. Po flas vetëm në aspektet e profesionit. Ka shku ndonjëherë mendja për shembull me komplet dorë, kjo pyetje vlen për të dytë realisht, po e nisim me Donikën, me ek dorë për shkak zhgënjimeve tepërta, qoftë nga kolegë, qoftë nga vështërsitë. Po të kuptoj, po shumë shpesh. Edhe nëse dikush thot jo, atëherë si besoj. Po, normalisht. Kështë të thonë jo. Vesh për i noti. Okej, shumë mirë se nëse dikush thot jo. Do më thonë shumë i fort. Si cili profesioni ka vështërsit e veta edhe momentet e veta të bukra. Për neve muzikantave kërësisht thuhet, o ju knaqët, ju po shëtit një, ju po dilni, ju po atin, e ka vështërsin e vetë. Po, ka pas shumë herë momentet që kom dasht me A ka pas njerë që ta kanë zgat dorën dhe kanë thonë qu Donik? Se të më thonë, mbi gjitha në atë ersiren që e kalojmë gjdo ditë, pavarësisht që e mas ka shumë e bukur para rjetëve sociale ose ekranit, gjithë se cili kalojmë vështërsit të ndryshme, qoftë jetës private ose profesionale. Po ajo e bukra është ajo drita në fund tunelit. A ka pas ndoj dritë e ju dhe? Tash më së thëmë jo, se normalisht që veç vetë nuk ishe mujtë me bo kur gjë. Kur gjë, njeri ju nuk mundet me bo vetë, kur njetë. Ka pas njerës, po ma shumë ka fjallë. Dhe tash jom në atë fazën edhe në atë moshën që pres veç fakte. Do më thonë se ma herë është në rinin tem kom prit edhe kom besu që ato fjallë, normalisht që du me besu hala, po tash veç besojnë fakte. Nëse një person më thotë, diçka veç pres me ma dëshmu. Nëse jo, e jam adem po. Normal, po. E po ma te imunizosë, po harroj, po. Mu që kam pengon... Fillimit, pëse si pas në harru, edhe. Po, dhe normal, adem. Mu që kam pengon... Ta gjithë besin ma gjatë me. Normal. Mu që kam pengon është me që me thonë, s've gjej fjallën adekuate, me ndalë tjetërin,
ndihmomni, mu mbi shpreha. Po të kuptoj, me Me dëmtu, nuk okej. bën me dëmtu tjetrin. Nëse ti nuk mundesh me i ndihmu, të paktën mos e dëmto. Atë kanë dëmtu ty. Po, secilin, sigurisht që po. Jo direkt, ndoshta indirekt, si do qoftë. Mendoj që, do shta me thonë ma herët, për shkak zhgënjimeve, kom vendosë me punu. Nuk e di, a është ma e mira që e bëj. Kur nuk mendoj që është ma e mira, kom vendosë, e patëm edhe që tema herët, me i largu njerëzit toksik për jetës. Me muzikant përgjësi nuk ri shumë, jo shumë po heq gati, një 10% ri, se i kanë shprehit e veta jo të mira me folë për tjetrin e tjerë e tjerë. Kështu që së më duhet, edhe ri kryesisht me njerës që për shembull Xhaneri dhe Gramozi janë dy djemt që ri me ta, po mendoj shumë pak nështa punojmë. Nështa asni naj nuk e kemi pas me Xhaneri kushtimisht, po, ose me Gramozi më ka ra me punu shumë herë, po kur nuk e kemi lidhë shoqnin, a do një kam aboni muni naj, ose unë si abuna Xhanerit ose. Po që kam pengon është me prish atmisin, me prish respektin. Nëse s'mundesh me ndihmu kolegut, nuk e kim funditës obligim, mos e dëmto. Kjo vlen në Kosovë shumë dhe bëhet shumë, të fillu prej personalitetit, ma ndejte te qmimi, ma ndejte se. Mëse merë ato se që shto. Po. Mëse më shteta shumë e folë se ma ndejte të regoj detaje, kështu tani shumë Jo, puna. s'pojmë detaje. Xhaneri. Fillojmë edhe unë e kom prit pi cilët me përkra, pi që atyne që ma ka morë menja, po dhe unë më kam përkra rrëthi jam pak ma i ngusht, normal, edhe më kanë qu që atat ngushtit që i kam, dhe i sot ku jam. Adin që si kom hup, su më kanë hup, që pënojna me njëri tjetërin, edhe jena sot ku jena me njëri tjetër, normal, edhe i kena lidhe të alo që është të forta. Po ka dhe qasi persona që ja thashe Adonikës, që këshyrin kishe me të një mudi shka, po normal, se cëllë i bën ato përfitimet e veta, po ka dikush që dëshpran, abdin që e pret, që ka me të thirë, ose diçka, thot, mos kom haru thërëm të mu, a kur ta thërë është ta qelas telefonin, ose ta bon blok, ose shkru s'ti këthën fjallë. Shumë herë fjallët e që thënë ana ka thona i mëqmi, kush do që i shkona i mëqmi, shkona i mëqmi, është një varë fjallë, do më thënë, edhe në terë, kur pjovy në terë për më shojnë, kur s'pjovy asë drisë për mojnë. Shtu që kjo është, ajo po e përmbyllim, po dalim për kësaj në Unë me dalim për kësaj po. Po dalim, definitivisht po dalim. Xhaner, ti e ma i rim do këtë se unë edhe Danika në këtë rast, me mosh. Pa, ma i ri jam garant, po. Plus edhe je bab. Po, jo s'ko kësha ma i ri se jo. Ma i ri. Okej. Në atë aspekt është mirë. Gramos më s'kesh. I poshtër. Okej, më falni për shprejen. Fmit, kështë pas qef me i pa në showbiz. Zdi pse ja kom njësë me u bo me lanë këllik për momentin. Mësë mjep një mamë. Mësë beni me pistën atë ranaj. Kështë pas qef me i pa në showbiz? Shpedit, është... Unë e për veti, po vallojnë. Diqysh kisha pritu më marrë me naj zanat tjetër tyna, vden mi ju najtë gati fmire. Diqysh që të e di, hajtë pësë mu më kene. Okej, babi është pak si i qanë dyrët. Po s'pedi, tash po foli për tipin e djallit Gjanit, tash Gjani i ban 7 vjetë, edhe nuk është tepi e ves, e afrojt e piano, e afrojt e gitarja, si janë një bile mi prejkë. Ashtu ka arti për shkanë, se po vizaton mirë, po shkruan mirë. Danik, her do kur vinë fmit njëtë kështë pas qef që edhe ata me qenë pjesë e showbizit? Tash nëse lindin me talent, do e mos që do të një përkra, për ndryshe jo. Nuk është që... është profesion shumë i mirë, në shtanaku jem këto, po mandi kur po i mendojnë ato vështërësit e shto. Nuk e di tash që shprikandit në anë, po, dhe tash që qish, po, se di, ndoshta po, ndoshta jo, tash pa e pas në gjestin e të qenurit prend, nuk po mundesh me... Unë e po e them drejten, për fmit e me jo. Jo, në pjesën e medjave s'kisha pas qef. Her do kur do që na kishë
do më thonë nëse Zoti dënë me na gëzu, Po. kuptohet, s'kisha pas qef. Po. Sepse po e di sa bryli edhe sa lët ke me i derdh për me bo diska. Ama mendoj që se cili profesioni ka ato. Pra po këthim në me lanë këllek. Po, hajde. Hajde, Amani, qka dush, ona, dhe që këna me që dush. Qka dush? Hajde, Gjaner, teknojmë një kongë. Njejtë si rufeja, darja më koditi, unë me ta në ru, dhimbja më kaploj, unë dihëm po kërkoj, mali si të shdu, sa gëzohem kur vjen nata, se do të ndëroj, po frigohem kur vjen dita, se si kujt në vendin tim i thua gjatë me këshratin ti sonte enda kush të përqafon ti pu dy syt a mendon për mua ti o a ke shpir kujt në vendin tim i thua gjatë me këshratin ti sonte enda kush të përqafon ti pu dy syt a mendon për mua ti o a ke shpir Kujt në vendin tim i thua gjatë me këshratin ti sonte enda kush të përqafon ti pu dy syt, a me don për mua ti, o a ke shpir kujt në vendin tim i thua gjatë me këshratin ti sonte enda kush të përqafon ti pu dy syt, a me don për mua ti o e që mos mendon o a ke shpir Jo, kom zervi temës. Jo, ma prap mund tem kellon. Ma veç, Okej, hera fundit që keni kajt. Qysh keshaj? që kina koj? Hera fundit që keni kajt. Dje, okej. Se mojnë men, kësho për me kajt me vujt, kështë jo. Jo, Jo, ashtu me po, thamun anë ata Gëzimit po. Ka lët gëzimi, ka i dhrimi, ka i nati, lët ka... gëzimi, po. Unë e sot, për shamu dhe s'pe bëjt madhe. Okej. Jo, lot gëzimit këm qitë. Ka dhe makes, gramët. Po. Tash kur u bona bo për ës dytë ja. Kur keni me vendos Dënik me në lansuna e kangë të re? Unë tash e kom bo një potpuri kështu për dasma, ajo është e re, do me thonë, nuk është potpuri kështu e përpunume ose me kangë tjera, ajo është e re, që ato e kom bo tash, s'ka shumë, nështë ta një muj e gjys, as dës, besoj që janë, s'besoj, ma pak, që ajo është njerë për njerë, diçka tjetër jo, edhe një cover e kom bo me Idealjen, kongë kështu ma e ndigjume ma herët, njerë jo. Të kryet që kjo sezona pak e dasmave, të pushojmë pak, se kom pas angazhime dhe me klasike, ma ndim fund sezonës prap kom angazhime klasike me pushu pak. E nështë ta bohet na i kongë, nëse ka na i projekt mirë, pse jo. Gjanerin s'pe pëse tha kam një super. Po, super kongë, super hit. Se s'pe na këndon vishë referien e super kongës, me bo ekskluzive. Hajde. Nice. S'ku mund është me këndu edhe pa. Edhe pa, okej. Po, mund është. Haram, e di e kete prusyt mos ti shoma, ke gavu, me ndjenja ti ke lu.
U bohet. Hajde urime. Temës pa dalë me hezma. Urime. Unë nuk e di qka me shpart vujtë u njëra, dhe qka kena nevoj mu me kajtë. Kërki kajtë erën e fundit. Të vajtimi. Jo. Zëtë më se merë. Okej. Kupto që nga mftoftë në zëtë i... Gramosa e mirë? Mosja e mirë? Okej. Nëse jo këngëtarë, çka ishit konë? Nice. Shumë për më veçem pytja. Në qenë se jemi drejt fundit, po duhet dhe 2-3 sene me izbullu. Nëse jo këngëtarë, Dënik? Jo më kone mirë kështu në shkollë të këto, matematika, fizika këto. I kom pas atë arsimtarë shumë të mirë dhe landë më kam pëqy shumë. Edhe pse pak kontra matematika, zakonisht muzikant nuk jonë kështu të kjo pjesa, nështë aty, edhe pse normal që ato e landë shumë të vështira. Aty nuk vlenë kështu kjo pjesa që vlenë të jena për talentin, aty mendoj që të me punu ma shumë, se so që në gjithdo profesion të me punu, po njëve në ndimon pak edhe talenti kështu, për me hyq aty. Besoj që të ato landë ose ku e di. Më pëlqenjë edhe këto detajet, për shembull interjeri, këto vendet një bome. E kam atë vibe, sa herë ta shoh Dënikun kështu që dirë më kam drejt shpinë shumë mirë. Shumë. E kom kështu pak, nështë ta kësha studiu që Tavolinë me ditë. Po, me ditë atë. Detajet e. Nuk e martua nda, jo? Jo, more qëpar. Lem të i martoj tjetë njëherë. Nga dalë, so. Fillim diçka e ki vërë pas në Po mi direkte për musik, po kështu a ki mu martu e këse a ki qepë. Jo, a ki mu martu, a kështë qitë qezim, për shemë. Jo, kur njëtë. A di qa kom thonë? A ishe martu me def? Jo, me def, nëse mami jam i bjen defit tepër, najsë marrë qëtë trupin. Mami jam gjusqysh du të miro defit. Të torë të pres me mami në emision. Gjusqysh. Veç a pranon mami, shpresoj. Që që tregoj partiturat, apo fletat me notat muzikës, quen partitura. Dhe tash, kërë më konë shkollë të mesme, shto fillun fakultet, njerëzit ju apo martoshë, qezë me bojshë, tash mami ta ditë qka, që ato partitura që me zipoj kënoj, me zipoj mësoj me nota, kom i morë me ngri, tash edhe komisit po, me ngri. Shtira ka... Kush me ngri kështu apo me ato, e qashtu thash mamit kom i bo, thash në përdhome dhe që qajo, thash është shkollin. Jo, nuk jo kështu të ato, jo. Gjaner, ti e martu me dasëm? Po. Okej. A ka pas muzeu të qesë? Ka pas qesë, po. Jo dhe pak e rëni si... Na, këtë kështu, këtë kalme, këtë... Një 2 muj ditë bile halos që në të unalë për dasë më zdemve, që e kështë shumë e kalme. Ka bo fmit halojë, dasë më zdë Të ja bo kështë e kalme. Po, që ashtu jena pak se vdale. Realisht nuk na që asët? Edhe na shumë. Nuk ju këm gacmu shumë, as nuk ju këm bo na i loj me posë zatë për njerës. Kime na thirë prapa, the. Këtë thash, kështu që unë ju pres në tetor. Gjithsesi. Po tani kësha dasht që bashk, ftoftë në zetë realisht me përmbyll bashk. Me përmbyll mas ne me naj pëtëpëri, ndashk në një ndamas, ndashk në një bashk, ndashk bëni që ka dënë. Qështë keni qef jo realisht, unë vetë që ju fajmëderoj shumë, edhe nga njetë, durata me bukur që kemi, është që rrethohemi me njerës pozitiv, dhe në këtë ras po e them për ju dy, dhe për mysafirët më herët që kenë, është e energjia në fund të ditës që edhe kur ta vëm kokën një astak, e mendojmë një busqeshe që kemi pas për shpirtit, që që fajmëderit shumë. Fajmëderit shumë, knasi u knaqëm. Do doja të vazhdoj me fajmëderimet e bashkëpunëtorëve Besnik të ftohtë në zetë. Sot dhe të prej qërapave ju mvesh me branding Catch, kështu që fajmëderit, meshkuj të gjithë ne mund të vishemi në një brand ku ka vetëm tesha për meshkuj dhe nuk njemi pak sa me një qështë aty të lokali, kështu që Catch është gjithmonë për meshkuj në 5 pika në mbanë Kosovës. Me i cërë salla nëse dënë me dukë fresh shumë ftyrë dhe me flokët më të mira, ndërsa koktejet që po i kthejem këtej një kam nevoj me i pa të mrekulluesh me dënatës sot, me ditës sot me realisht, a ju s'pini, do më thonë ju vesh na ebni me pi neve. Qka na keni qitë që të qejnë? Jena disponu. Fajmëderit shumë... Që i keni qitë muzit. Unë e kam një kusht për juve. Realisht, unë e di që stafi me nga kam bo surpriz këtë pjesën e Unique Cocktails që ma keni silë sot në studio, unë kësha kërku që edhe javën tjetër me qemë bashkë më ftohtë në zetë. Pa problem, premtim e ki. A, ka është premtim? Okej,
Tani është koha që të vallëzojmë, të këndojmë, të pim, ndërsa miqt më të mirë të Radio Televizionit 21, mos harroni të shoqëroheni me televizion numër 1 në vend, dhe sidomos me videot e bukura të ftohtë të nxehtë që gjeni në rrjetet sociale. Hajde zene. Qobani shiru ishin vend të stani, dhe shti zoti me ty në të mzani, dhe ti më the betohu në këtë jele to, bashkë ta kajloj natën vetë si shok, u betova vetën e malkova, ishe e bukur dhe me prek skuzova, sigur da të lotë kur piton komor, vetë më ti ma e për në graro. Ka parë zoti bukuroshe, ta va trupi dhe aron, ti mos më bajzo se s'ri në vend, se ti maj mu afrove vet, është mos pyt ku i ka men, sigur po vin me, më i kithe. Ka parë zoti bukuroshe, ta va trupin dhe aron, ti mos më bajzo se s'ri në vend, se ti maj mu afrove vet, tash mos pyt ku i ka men, sigur po vin me, më i kithe. Të kërkoj në kotën që i pi, si në ndër prej hen, dhe mendoj se jam me ty, shpirti më qetësojt, shërohem sa të shoh, kohajnë të ndalët, të lutem mos shko, pse nuk më kupton, dhe më dashuri me dashuri, sa shumë më lëndon, kur më thua prit me pa kufi, shpirti më qetësojt, shërohem sa të shoh, kohën e të ndarët, të lutem mos shko. Am ke shpirt, veç një herë më duaj, am ke shpirt, mos më le të huaj, vjaf ka pritur, e di se më ndjen, apu, e di se më përgjen. Am ke shpirt, veç një herë më duaj, am ke shpirt, mos më le të huaj, mjaf ka pritur, e di se më ndjen, afro, e di se më përgjen. Rymanet më mbet në fyt, dashuri, më mirë më ty mos të jem, se sa tjetër unë të kem, s'jetoj i pa ty. Dita po më zgjat një muj, po beson për ty po vuj, pa ty zemër nuk po muja, se shodatën kalendar, jam i vdekur a i gjatë, pa ty zemër jam i marë, të lutem kthehu, dhe bjeri pishman, pa ty gjallë nuk jam, të lutem kthehu, sa nuk më ke vra, nuk des, ty pa të pa. Hey!
Të lutem thehu dhe bjeri pishman pa ty gjallë nuk jam. Të lutem thehu sa nuk më ke vra nuk vdes ty pa të pa. Të lutem thehu dhe bjeri pishman pa ty gjallë nuk jam. Të lutem thehu sa nuk më ke vra nuk vdes ty pa të pa.